Mirëmbrëma dhe përshëndetjet më të përzemërta. Por edhe mirënjohjen më të pakufishme ndaj jush. Qytetarë dhe qytetare guximtarë, njerëz të sakrificës, që për të mbrojtur të vërtetat që besoni, protestoni këtu çdo të hënë, dhe jo vetëm për veten tuaj, për familjen tuaj, por jeni zëdhënës të mbarë shqiptarve, jeni zëdhënës të të gjithë qytetarëve të lirë. Dhe në këtë aspekt, jeni frymëzim për çdo shqiptar. Të dashur miq, motivet e protestës sot janë të pafundme. Qeveria ka humbur çdo legjitimitet. Ajo është frut i farsës elektorale, i shkelbimit mbi vullnetin tuaj, mbi votën tuaj. Ajo është frut i krimit monstruoz të përmasave europiane dhe botërore, karteleve më të zeza të drogës, që helmojnë çdo ditë me mallin e tyre me të cilin pasurohen fëmijët e Europës, dhe jo vetëm të Europës. Protesta është e ligjshme ndaj një qeverie që nga mëngjesi në darkë vetëm vjedh qytetarët e saj. Një qeveri që s'ka asnjë legjitimitet dhe që duhet të shporur një ditë më parë. Protesta është e ligjshme, është jetike, kundër një qeverie e cila në 13 vite varfroi çdo vit e më shumë shqiptarë. Në 13 vite, ajo bëri që ata sot të jenë qytetarët më rrogult dhe në pensionet më të ulta në rajon. Ajo bëri me politika që vjedhjet që bëri, që ata gjysmë e tyre të jenë në varfëri ose rrezik varfërie. Gjysmë e tyre të mos ushqejnë dot si duhet fëmijët e tyre. Protesta është e ligjshme ndaj një qeverie e cila në mënyrë të qetë, në një farë mënyre po shkreton këtë kombë sa asgjë tjetër në historinë e tij nga vitet 1300 deri sot. Po i largon shqiptarët nga Shqipëria. Por sonte ne jemi këtu për të bërë thirrje për protestë çdo shqiptari, edhe për zhvillimin dramatik që Edi Rama në mbrojtje të vjedhjeve të tij ka vendosur t'i pres Shqipërisë rrugën e Europës. Ka vendosur t'i mbyll Shqipërisë dyert e Europës. Miq, 2 ditë më parë, ai u ftuat shkonte në Bruksel për t'i komunikuar këto që ne kërkojmë sot. Shtetin ligjor, heqja e imuniteteve,
gjykim në korupcionit. Para se të nisej, zbashku me Lubin bën mbledhjen e grupit parlamentar. Dhe në një sfidë të hapur, në një sfidë që te i kalon çdo lloj standardi i dërguar në Europës mesazhin se integrimin e ndërpresim, por drejtësinë nuk e njohim. Miq, në Bruksel, Edi Rama do t'i transmetohej një mesazh. Mos pengo drejtësinë, se ne të mbyllim derën. Ishte i thjesht. Sot të mëngjes, Edi Rama ju përgjigj. Më mbyllni derën, se lkurën time nuk e shes kurrë. Se Lubin nuk e dorëzoj, sepse po të dorëzoj Lubin, duhet dorëzoj veten time. Pra, sonte, çdo shqiptar ndodhet para këtij kërcënimi të tmerrshëm madhor. Edi Rama, me vendimin e sotëm, u tha shqiptarve se integrimin e japim, por korrupsionin nuk e dorëzojmë. Por vetën tonë, lëkurën tonë nuk e dorëzojmë, lëkurën e tij. Në këtë kuadër, protestat tashmë janë jetike dhe vendimtare për të shpëtuar atë ëndër që nuk ishte vetëm e jona, nuk është vetëm e jona, nuk ishte vetëm e studentëve të viteve 90, po atë ëndër që ishte e formësuar nga rilindja jonë, të cilët Shqipërinë, për Shqipërinë, parajs konsideronin ta shihnin zonjë midis kombëve tjera europiane.